Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua pi u esëll një lug vaj ulliri për 30 ditë, ja se çfarë i ndolli më vonë. Edhe pse vaj ulliri zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij çdo ditë mund t'i lejojë tip trupit të marrë përfitimet maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër dhe për mrekullitë që bën më trup dhe shkojnë përtej kësaj. Sipas Brajcaj, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për të marrë përfitime të mira për shëndetin. Ai do të përmirësojë shëndetin tuaj kardiovaskular. Vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore të pangopura, të cilat ndihmojnë edhe në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe përmirëson nivelin e kolesterolit të mirë dhe redukton rrezikun e sëmundjeve në zemër. Ai ka veprime të mira antiinflamatore. Vaji i ullirit ka përbërës antiinflamator natyral si polifenolet që ndihmojnë në uljen e inflamacionit në trup, i cili lidhet gjithashtu me sëmundjet kronike. Mbështet funksionit e trurit. Konsumi i vajit të ullirit mund të ndihmojë në përmirësimin e funksioneve të trurit dhe të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri. Ai do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është i lidhur edhe me numrin e lartë të përfitimeve ushqyese në dobi të organizmit dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, ai lidhet edhe me uljen e niveleve të problemeve neurodegenerative në tru, siç është edhe problemi i Alzheimerit. Vaji i ullirit do të përmirësojë shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është i njohur për efektet e tij hidratuese dhe mund të ndihmojë në trajtimin e problemeve të lëkurës së thatë dhe të irrituar, dhe gjithashtu ndihmon në mbrojtjen nga dëmtimi i shkaktuar nga radikalet e lira. Ai ndihmon gjithashtu në menaxhimin më të mirë të peshës trupore. Disa studime sipas Brajcajt sugjerojnë vajin e ullirit se mund të ndihmojë në kontrollin e peshës trupore dhe reduktimin e yndyrnave të trupit, duke promovuar kështu edhe imunitetin dhe mbështetjen e fuqishme të metabolizmit. Ai mbron kundër problemit të radikaleve të lira. Pjesa e dietës mesdhetare, vaji i ullirit është i lidhur me një rrezik më të ulët të zhvillimit të disa problemeve, si ato të gjirit, të zorrës së trashë dhe problemeve të ngjashme imunitare. Ai do të përmirësojë gjithashtu sistemin tuaj tretës. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në përmirësimin e tretjes dhe lehtësimin e problemeve të stomakut, si aciditeti dhe refluksi i acidit. Nëse përdoret me mazë, vaji i ullirit mund të jetë një shtesë e shkëlqyer për dietën tuaj të përgjithshme, duke ndikuar kështu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Vaji i ullirit do të japë përfitime të mira për shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe ndalëson shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një disinfektues neutral. Ai ndihmon në humbjen e peshës në mënyrë natyrale. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e pasur me vajin e ullirit ka një efekt pozitiv për peshën e trupit në parandalimin e këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët të Brightside. Prandaj pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit është një element i mirë ushqyes në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit tuaj. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të fortë dhe gjithashtu kanë një përqendrim më të madh në aktivitetet e tyre. Vaji i ullirit do të lidhet me përfitime të mira edhe për shëndetin e kockave. Vaji i ullirit do të ndihmojë njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërësit që gjenden në vajin e ullirit ekstra të pasur përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet të mëngjesit që shkaktohen kryesisht nga artriti. Ai zvogëlon gjithashtu inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mundet të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj, falë rezistencës që ka. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë bakteriet e dëmshme në më pak se 14 ditë. Vaji i ullirit është një aleat i mirë i trupit tuaj në kontrollin e luhatjeve të sheqerit në trup.
Vaji i lirit ekstra i virgjër mund të jetë sekreti për uljen e nivelit të glukozës. Ai mbron trupin tuaj gjithashtu nga diabeti tipi 2 dhe ul rrezikun e tij me të paktën 40%, citon Brightside. Vaji i lirit mund të përdoret në kuzhinë, por edhe në mjekësinë farmaceutike dhe në higjienën tuaj personale. Ndaj pasurimi i dietës suaj me këtë produkt të thjeshtë mund të jetë një mburojë e mirë e trupit në lehtësimin e këtyre problemeve dhe në sjelljen e rezultateve të mira ushqyese në këtë aspekt. Nëse do konsumoni një lugë me vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto probleme sipas ekspertëve të Healthside. Ai mund të jetë një produkt shumë i mirë ushqyes kundër problemeve të demantinës dhe mund të japë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt edhe në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të ngjashme. Një nga shkaktarët më të mëdhenj të sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleo kantal që qëndet te vaji i ullirit ka fuqinë që të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe të sigurojë gjithashtu një mbrojtje efektive për shëndetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tilla të ngjashme. Vaji i ullirit është një produkt i mirë ushqyes kundër radikaleve të lira në trup. Vaji i ullirit ekstra i virgjër është një produkt shumë i mirë në luftën kundër llojeve të ndryshme të radikaleve të lira dhe sjelljen e rezultateve të kënaqshme për trupin. Vaji i ullirit është i pasur me acidin oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe antioksidantëve fenolik, të cilët kanë veti të mira kundër këtij komplikacioni. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të virgjër nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit si dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, citon Brightside. Përfitimet e vajit të ullirit në imunitetin tuaj janë nga më të ndryshmet. Ai do të ndikojë pozitivisht në forcimin e imunitetit. Antioksidantët e vajit të ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet. Ai do të mbrojë gjithashtu shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në balancimin e niveleve të kolesterolit dhe sigurisht i kombinuar me ushtrime të duhura mund të ndihmojë gjithashtu në një zemër më të shëndetshme. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri mund të jetë një mburojë shumë e mirë për organizmin. Një lugë me vaj ulliri çdo mëngjes do të zgjojë shëndetin në organizëm, do t'i dhurojë trupit energji ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht edhe mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullibërëse të natyrës dhe është një përfshirje e mirë unike ushqyese për trupin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse do të përfitoni nga ky lëng i artë, shtojeni atë në dietën tuaj. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas vlerave që çliron vaji i ullirit në çdo gatim, janë gjithashtu të mira për organizmin. Sipas studimeve të cilave u referohemi, konsumi një lugë me vaj ulliri çdo mëngjes do t'i ofrojë trupit tuaj përfitime të larmishme në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurisht studimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë vajin e ullirit në dietën perëndimore përfshin gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër problemeve kardiovaskulare, duke përfshirë uljen e tensionit të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vlerat ushqyese të një luge të vetme me vaj ulliri në dietën tuaj do të pasurojnë imunitetin me produkte të larmishme, do t'i ofrojnë atij gjithashtu një mbrojtje të mirë dhe do të largojnë gjithashtu substancat e dëmshme. Ekspertët e rendisin vajin e ullirit si një nga produktet më të mira që duhet të jenë pjesë të dietave tuaja të përditshme. Ndaj, nëse doni të përmirësoni imunitetin dhe të mbani larg komplikacionet e tij, pasurojeni dietën tuaj gjithmonë me vaj ulliri. Atë mund ta konsumoni në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'japë organizmit do ta bëjnë atë një nga produktet më të veçanta ushqyese për trupin dhe për shëndetin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.